Tensione diplomatike mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit vijojnë të metën të larta, ndërsa Teherani shfaqet i bindur se Washingtoni do të detyrohet të pranojë kushtet e paraqitura nga Republika Islamike për përfundimin e konfliktit. Në një reagim të publikuar në platformën X, Muhammad Baqir Ghalibaf deklaroi se SBA-ja nuk ka rrugë tjetër përveç se të njohë të drejtat e popullit iranian dhe të pranojë kundërpropozimin e Iranit me 14 pika. Sipas tij, çdo qasje tjetër është e destinuar të dështojë, ndërsa shtoi se zvarritja e konfliktit do të sjellë pasoja të rënda financiare dhe politike për Shtetet e Bashkuara. Ghalibaf paralajmëroi se sa më shumë të zgjidhej situata, aq më e lartë do të jetë kostoja për taksapaguesit amerikan, duke lënë të kuptojë se Irani beson se ka fituar avantazh strategjik në përballjen aktuale. Ndërkohë, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme iraniane bëri të ditur se përgjigjja zyrtare e Teheranit ndaj propozimit amerikan i është dorëzuar Washingtonit me 10 maj përmes Pakistanit, i cili po luan rolin e ndërmjetit mes palëve. Sipas autoriteteve iraniane, plani i Teheranit përfshin ndalimin e menjëhershëm të luftës, heqjen e blokadës amerikane në ngushticën e Hormuzit, zhbllokimin e aseteve të ngrira iraniane, si dhe garanci për siguri në rajon dhe në Liban. Nga ana tjetër, Donald Trump ka mbajtur një qendrim të ashpër ndaj Iranit, duke deklaruar se objektivi i SBA-s mbetet fitoria e plot. Trump ka theksuar se Teherani gabon nëse mendon se Washingtoni do të tërhiqet për shkak të lodhjes së konfliktit apo presionit politik të brendshëm, duke lënë të kuptojë se administrata amerikane nuk është e gatshme të zbusë qëndrimin e saj.